Atëherë edhe njerë, çfarë do të ndodhë nesër, ditën e premte, ora 18:00? Plani origjinal ka qenë dhe mbetet kuvendi programatik i LRE Rinisja. Ky është plani origjinal, ky është prioriteti i prioriteteve, ky është qëllimi mbi qëllimet tona. Dhe ku do të ndodhë kuvendi programatik i Rinisjes? Këtu në Hotel Tirana, tek salla konsorcium në katin e dytë. Sa po ngjiteni tek shkallët në katin e dytë, majtas keni sallën konsorcium dhe aty do të mblidhemi për kuvendin programatik të LRE Rinisja. Megjithatë, duke patur parasysh çfarë po ndodh në Shqipëri dhe kërkesën për një përgjegjësi përtej sallave, një përgjegjësi përtej mekanizmave të cilat na bëjnë ne të komunikojmë nga rrjetet sociale, ne kemi zgjedhur të përgjigjemi një kërkesë që na kanë bërë shumë qytetarë. Pra duke i ftuar ata edhe në sheshin Skënderbej. Duam t'i ftojmë në sheshin Skënderbej për më dëftuar se ne nuk u trëmbemi, nuk u merakosemi dhe nuk u shmangemi përgjegjësive. Nesër në 18:00 do të kemi 2 evente. Në 18:00 tek sheshi Skënderbej, tek shkallët e operas, aty ku është teatri operas dhe baletit, aty ku lexon opera, ne do të presim çdo qytetar që do të thotë edhe demokrat, edhe socialist, edhe njerëz të LRE-s dhe njerëz kundër LRE-s, do t'i presim të gjithë për me fol me ta mbi mundësitë dhe zgjidhjet bazuar në vizionin që ne kemi, pra vizionin e paktit kombëtar të urtisë. Ne nuk jemi revolucioni, ne jemi rinisja, ne nuk jemi protesta, ne jemi urtia. Dhe këtë duam të dëshmojmë nesër në sheshin Skënderbej, në shesh. Nesër do të jemi në shesh, nuk shmangemi, nuk të liqemi, nuk u trembemi dhe nuk i kemi fare problem daljet në shesh, dëshmit në shesh. Por nga ana tjetër, ne e dim që Shqipëria ka nevojë edhe për një strukturë e cila merr përsipër t'i zhvillojë dhe të pikas dhe të organizojë njerëz më të mirë. Dhe ata që janë antar, dashamirës dhe mbështetës të rinisjes, do të jenë të ftuar me njëherë pas sheshit këtu në këtë sallë. Tek salla konsorcium në katin e dytë tek Hotel Tirana International. Janë 2 evente, pra është një sforcim i madh organizativ për ne, sepse ne nuk kemi logjistik, ne nuk kemi oligark, nuk kemi donator. Jemi njerëz dhe qytetarë të thjeshtë që ju ftojmë nga këto platforma komunikimi që janë pikërisht rrjetet tona sociale. Zero para, zero donacione, zero financime, zero bamirës të huaj apo vendas, zero kamera televizive. Jemi vetëm ne dhe këto platforma komunikimi që janë rrjetet tona sociale. Çdo njeri që vjen, nuk vjen me furgon, nuk vjen me autobus, nuk vjen i organizuar, nuk vjen i strukturuar, vjen se e thret ndërgjegja dhe zemra e vet. Dhe kjo do të jetë dhe veçantia dhe bukuria e rinisjes. Çdo zemër që do të jetë këtu do të jetë një zemër që rreh për këtë ide. Çdo shpirt që vjen këtu do të jetë një shpirt i hapur për këtë ide. Çdo trup që vjen këtu do të jetë një trup që dëshmon këtë ide dhe këtë vizion. Nesër në 18:00 në sheshin Skënderbej, për ata që duan ta njohin urtin, dhe më pas në sallën e Hotel Tirana për ata që duan të njohin rinisjen. Faleminderit.